Në kronikën e fundit ju dërgojmë në Obileq tek agronomi Ahmet Berisha, i cili ndan këshilla dhe rekomandime për punët e verës në bujqësi, si dhe kujdesin ndaj kulturave bujqësore, përfshirë edhe kultivimin e kungullit. E ndjekim bashkë. Vera është periudha kur angazhimi në bujqësi arrin kulmin. Temperaturat e larta, nevoja për ujitje të rregullt dhe mbrojtja e kulturave nga sëmundjet e dëmtuesit kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm nga fermerët. Për të kuptuar më mirë se cilat janë punët që duhet të kryen gjatë sezonit veror dhe si duhet të kujdesen për kulturat bujqësore, me theks të veçantë te kultivimi i kungullit ballkanik, bisedua me agronomin Ahmet Berisha nga Obiliqi. Bujqësia për mua është një diçka e cila më flan shpirt dhe e du punën e bujqësisë të fermerëve. Ideja është sikur i vogël kur kam qenë realisht që të mirem me bujqësinë në farë forme ndoshta, pastaj të studioj bujqësinë edhe të jap këshilla në mënyrë profesionale tek fermerët që mos të kenë mund edhe mos të kenë humbjet kohës, vetëm të përdorin në mënyrë të integruar të gjitha produktet bujqësore, që të kemi një bujqësi sa më të shëndetshme edhe të kemi sa më pak një aspekt të themi pesticide, se pa pesticide normal nuk mendohet të jetë një bujqësi intenzive. Kështu që ne gjithëherë këshillojmë fermerët cilët përpos që mbjellin këtë lloj kungulli, mbjellin edhe speca rajoni ynë, mbjellin kultura, drithra, gjitha tjerat. Unë jam teren vazhdimisht me këshilla dhe vazhdimisht me përkrahjen e fermerëve, duke i falenderuar ata për mbështetjen që më dhanë dhe ma japin përkrahjen, motivin që të punoj në mënyrë sa më profesionale. Realisht operoj këtu me gjithë fermerët të cilët mbjellin kultura ndryshme. Për momentin gjendemi në Obiliq, saktësisht në fshatin Mazgit, në parcelen e familjes Hashani, cili ka të kultivuar kungullin Ballkan, një kungull lider, i cili është kohëve të fundit realisht ka shfaq shumë suksese dhe është i përshtatshëm në tokën e rajonit të Obiliqit, megjithëse edhe gjithë Kosovës. Kështu që fermieri, cili është një fjalë familja saktësisht Hashani, vitin e parë dikun ka pasur të mbjellura ndoshta 30 ari sa për provë, tash ka rrit parcelën e tina në 1 hektar e 3-40 ari dikun saktësisht. Kështu që është jashtëzakonisht lider kungulli Ballkan, po sido që të jetë rezultatet tregojnë vetë. Ky kungull është i jashtëzakonshëm, i përshtatet gjitha tokave, nuk ka vend Kosovë që nuk është mbjell edhe nuk është përshtat, kështu që ja vlen rajoni realisht e Obiliqit, po edhe gjitha rajonet tjera tu përfshi prej Mamushës e deri te Mitrovica atje, e pjesë ndryshme Kaçaniku e prej Kamenicës, të flasëm gjithë është i mbjellën, ka rezultate jashtëzakonisht mira. Ky kungull ka një veçori të veçantë, i cili nuk lëshon lozë, ka distanca të mbjelljes dykun 1 metër me 1 metër randi prej randit dhe bima prej bime dykun 70-80 cm. Kështu që densija e bimëve është jashtëzakonisht më e madhe se sa të tjerët, kështu që është mundësia më e mirë për të marrë rendiment më shumë. Ky është kungull që mundet më konsumu si kungull normal e konsum të freskt, po mundet edhe për farë. Kështu që farat të terura dikon i qetë një kungull, dhe mund të jemi të sakt, një kokër 100 gram. Kështu që një fidan prej sajna ka mesatarin dikun 3 deri në 5 copa. Ka raste që shkon më shumë, ka raste varësisht kushteve klimatike edhe kohës realisht se si është mbjellur, ku është mbjellur, çfarë toka, plihrimi, gjitha këto janë në ndikim cajna. Kështu që unë si agronom prej kompanisë AgriPlus bëj këshillimin e gjithë fermerëve të rajonit këtu, po edhe me gjërë, si dhe i këshillojmë për të ushqyrit, mbrojtjen e bimëve, edhe gjitha këto
cilat kanë nevojë fermer. Kushtet klimatike janë shumë të përshtatshme. Jashtëzakonisht përshtatshme, nuk ka ndonjë kusht I cili nuk mundë me thonë që nuk bëhet ky kungull. Ka raste që edhe lartësi mbi detare më të larta se sa rajoni jon, kungulli ka jep rezultate shumë të mira dhe është kungull I cili me të vërtetë ja vlen mbill. Ky si kungull në gjenetikën e tij, cilën e kanë seleksionuar, është jashtëzakonisht rezistent ndaj sëmundjeve. Pavarësisht që është rezistent, atëherë zakonisht bëhet trajtimi I tyre me fungicide adekuate që me pas një preventiv sa më të mirë që mos me pas probleme pastaj me to. Insektet nuk kisha thënë që bëjnë dëmet e kë, shkaku që nuk kanë ndonjë farë në habitatit tyre të rritjes, shkaku që kjo është një bimë e fuqishme, pavarësisht se insektet mundën të sulmojnë çfarë do lloj bime, po deri tash nuk kemi has në këto probleme. Duke pas parasysh se kjo është farë e re e cila ka fillu 3 vitet në vijim, është viti 3 nëse nuk gabon ose I 4-ti, kështu që si vjet duket shumë mirë dhe pavarësisht që fermerët e kanë kuptuar se si duhet kultivohet kë, edhe si duhet pleherohet, si duhet të rrihet gati këtina, atëherë kanë arritë rezultate. Ne vetëm se mundëm me pa që çdo kungull ka dikon 3 deri në 5 copa, I pavarësisht edhe pse është në fazën e fillestare, kështu që kungullit tina, me sa kemi pa nga fermeri që na ka sjell neve, dikun I ka 3 kg që tash këtë fazë, po ky rritet deri në 5 kg, ka raste më shumë, po kjo është mesatarja. Ky ka mbjell diku me 28 prill, kështu që nga tash ka kungull I cili është për konsum mundet të vjelet. Pavarësisht nëse don ta shes si kungull të freskët, ose nëse don që të lëm përpara, atëherë duhet me lënë pjekjen normale të kungullit kur të arrin pjekjen e farës. Po sigurisht gabimet mundet me ekzistu, sidomos te menaxhimi I barojave, atëherë nëse nuk I përdorin herbicidet adekuate, mundet me shkaktu dame te kungulli, se kungulli është normal I ndjeshëm, kështu që në fazat fillestare, se pastaj mas mbjelljes tina, atëherë nuk përdoret herbicid, shkaku që kryesisht barojat janë të ndryshme edhe nuk ka një herbicid adekuat për këtë, kështu që nuk kanë telashen, menaxhohet shumë lehtë. Siç shihet edhe në parcellë është jashtëzakonisht është kungulli fuqishëm, është I bujshëm edhe ka rendiment të mirë. Plehrimi bazë kryesisht bëhet me plehra MPK të prodhuesve të ndryshëm, po varet cilën e fermeri realisht don e ka ma për qefi që jo për shtatet tokës cilën e dinaj, pastaj shkojmë me plehra riplehrim edhe me plehra foliare njëkohësisht edhe me fungicide cilat për me bëjë mbrojtjen e bimëve, normal edhe insekticide shkojnë këtu. Po kushtet ideale normalisht duhet pas sistem të vaditjes. Kështu që nëse është e preferueshme, është shumë e preferueshme që gjatë vegjetacionit të bëhen dikon 2 vaditje që me pas rendimentin jashtëzakonisht mirë. Këshillat të cilat neve ja japim janë këshillat më së pari cilët vinë kërkojnë këshill në barnatore, pastaj ne e marrim e shohim çfarë është problematika dhe pastaj shohim terren. Këshillat janë kryesisht për insekte, kanë probleme me menaxhimin e insekteve, kanë probleme me smundje të ndryshme të bimëve, sidomos të specie. Po edhe koha e klimës, e cila ka ndryshuar kohën e fundit, është një ndër faktorët të cilët është kanë ndikon në mënyrë negative të themi te kultivimi sidomos I kulturës së specit. Me thënë studimet veçantë nuk kam vrej diçka, nuk kemi bë, po sipas punëve në terren këto 3 vitet e fundit sidomos, temperaturat e larta dhe prodhimi është më I ulët. Kështu që duhet vazhdimisht me ndajt fermeri duke monitoru edhe duke e bë të ushqyrit sa më të mirë të bimëve.
Kujdesi i duhur gjatë sezonit veror është çelësi i një prodhimi të shëndetshëm dhe cilësor. Zbatimi i këshillave profesionale i ndihmon fermerët të përballojnë sfidat e verës dhe të arrijnë rezultate sa më të mira.